kisha, se po të kisha, qoftë me ty të drejtojsha o Fabiola, qoftë Nazarit të drejtojmë o Nazar, qoftë edhe Semi të drejtojmë o Seme, kupton? Tani, është Klemis Qela, Rotkari dhe peshkohet pa krim fare, e kupton, peshkohet pa krim, jo vlla, jo me krim që po e pore. E kupton, ai peshkohet pa krim, nuk e kono vlla fare, e kupton, pa pedh bosh e kapate. E kupton, se peshkohet ai, ore bravo i qoftë. E kupton, peshkohet pa krim, kaq. Ti sa ja fale. Ha? Ti sa ja fale para një 3-4 ditë që tha u bëft nomi ta kemi falur Klevis. Bravo përsi. Jo e sekond. Unë ja kam falur për të vetmen arsye, sepse ka hyrë dikush edhe më tha, lere tha, varja tha se kështu e ashtu e ke parasysh ato gjërat e... Edhe i thash, okej, në rregull, i thash, për ty e bej, jo ta fal tash, po, a do t'jap edhe në i lek ndark për ty? Ja jap, edhe hapa buxhetin unë. Por Dhe buxhetin unë e thashun, varja, hajde, se tha kështu, ka 4 ditë gjynata s'ka bërë as një lek. Mirë thashun se e rregulloj unë këtë muhabet, o vlla, ty sot thash edhe do t'i marrit gjitha bashkë, e kupton? rrët na dëshe për një natë në mori. Tani, të beja i atë lloj gjesti, bre vlla, po shumë respekt për Semin, no? Po nuk bëhet ai gjest ose më ofendon mua, o Klevis. O Klevis, po më ofendon mua, respekte për Semin, ore. Ka që ka horizontin ajo. Po ta bu unë Semit, nuk i them as the father, i them o Semi se e respektoj për Semin. Që ta kuptosh ti Klevis, që ta dish. Ka i thot baca Sem. Po le ti thoj qatë të doj, ore. Po përën dile ti thoj, o vlla. Le ti thoj qatë të doj, ajo, ore. Ore se s'dua të ndihet Semi keq. Ore në gojë le t'ja marri Semit po të doj, o vlla. Vlla, po s'ka gjën Semi o burr se s'na i dhnohet mua ti Semi se a din se kush jemi nar burr. Po, gjoj se po vlla, nuk dua se ka malli se zemëroj po ta dëgjoj dhe prandaj po e them. Ore në gojë nuk ja pas ka marr Semit ajo, nuk më prish punë mua, o vlla. Ç'po më prish mua? Problemi qëndron këtu o Klevis. Nuk mund t'ja marrësh në gojë dikujt kur je ulur në tavolinë me ne. E kupton apo jo? Mimra na shkalon karrigën ai. Ore se s'po e kupton ai. Ore zotri, ke gjetur momentin të gabuar. Kaq, jo ore ika se nuk futem me këtë. Rrito. Paçavure gojors, ikara më ngrit dorë fare paçavure. Prosponjak. Paçavure gojors jo. Ikara. Paçavure. Jo re troç fare u a them unë, kjo gjë ka ndodhur, kaq. Paçavure djalë. Njeri pas tjetër. Pse qa jemi ne këtu? Rangja panja? Koksyneti. E gare tutje. Nuk dua t'ja shofi ty në fare. Zoti profesor këta e bëra me dashja. O vlla, më ka rënë sot gjithë ditën. O vlla, ty je, ku më gjete vlla ti muare? Ku më gjete vlla ti mua, o vlla, ty je. O vlla, ty je, tër ditën ore. Tër ditën i ka rënë telefon, unë mbylla i bjerë. Po ai thotë, a ty je thotë? Po jo, e të shëktu jam unë, jo ti. Edhe i binde prap, Kaprolli mi bi live-it. Ha? Kaprolli ato mira. Jo, lere mos fut njeri tani për momentin jo. Ja ti bllokoj nisë. Nuk i fare për pjesa, do t'i shoh. Po ja ti bllokoj se harrova se nga që si hape si i rate. Ha? Nga që se mirate mu lidh bashk i hapa, ja i bllokova. Ore vlla, mbyll edhe mos a shoh njeri fare. Jo, unë s'du asnjë për zotin, po ju na e përzini nga njerëz, unë s'du asnjë. Ore tani. Ore djali kalon Ai karri. mos arrita kuptoj, ore. Besha i gjithë që berja i dje? Me thonë drejtën, jo. Me ne, jo. Ti ishte me një tjetër dhe me ban nuk ishte lidhje, po jo me ne që një vit e gjithë që rrejnë. Ore, berja i gjest? Nuk i takota. Ne ndërkohë ishim në diskutim?
Ai, i ka unë se më do kari mua rini ju e prisni. Mirë, okej, nuk ishte nga i gjanë motër, sa i thjesht kaloj karrike, a kupta? Ha? Thjesht kaloj karrike, ndroj karrike. Ndroj karrike aje. A thate se ishte mi tavolin me ne. Thash unë ka ndru karrike. Po jo, ndroj tavolin ai vjella. Ai ndroj tavolin. Dhe po ta them edhe njerë, i ka më çaj kari, më tregoj do flas mirë. Për shpirtën e motës, për kokë të plaku do të qi kurvën, do të trej zvarr. Mos më komento mua aktuar, bëj shir legend. Më detyro të dal. Mos laf burri, mos ik më çaj kari, pik. Ikse të qiva kurvën të dërgova njëri te shtëpia tani. Lan garaq. Bëj shir. Djal kurv. Ik më dilna live. Më dina live se do të nis njerëz me atë që folëm atë ditë që hyri mik. Për ty pyet shir misri dhe i thash, nuk vjet dora zjarr për këtë. Gjuna. Ikse të qiva kur më dërgova njerëz, pyet shir. Pyet shir u lishtesh. Tregon mua ti. Dit toj gjysmë llafi po qiva kurvën. Dil na vërn provë. E dalin në njëri të çat kanë bër, çka ke bër tjere? Ti qa ke ber? Qa ke ber ti? Pse qa jam nëre? Që ben ti ato gjeste ore. Po ku ma hakari mua për njërin TikTok ore? Zero. Le dali, le da provoj, le të flasi më i miri, po si a qiva rop të ja kthej direkt një. Më i miri le të flasi, kush e quan vetëm për njëshin e TikToku që si hakari, më të miri do t'i kthejmë një për njerëva. Le të dali ta provoj. Me intrigat që bëjnë këtu, me bytë shirleqet që bëjnë këtu, me futjet që bëjnë këtu dhe me skemat që bëjnë këtu. Më qëndroni largë se do t'u qim motrën, pik. Do t'u qim motrën, më qëndroni largë. Dakord se bëja live me kaprollin, e nëzorët që ka shara dhe mja sharin. Sa i ka una TikToku, ja morë në goj kaprollin. Ikni se do t'u qim motrën. Më rini largë, mos më përmendi në për live se do t'u qim motrën. Hapur fare, shqip drejt për drejt. Ti Klevis Qela, ti je njeri që s'ke shtyll kurizore. E kupton apo jo? S'ke shtyll kurizore. Je njeri pa shtyll kurizore. Je njeri, ore u thashë, unë do kelen vetëm e diore këtu në TikTok. Po s'ma hakari fare. E di që do ngelen vetëm, po nuk ma hakari, pik. Fare, olla, fare, nuk ma hakari, ta dini. Do ngelen vetëm, po s'ma hakari, sepse nuk i mbej lustra kujt kot. As nuk mbaj shoqëri kot, gjoja kam shok Fabiolalën. O, kam ose kam. O, kam respekt, o s'kam respekt, njëna këto të dyja është. Po s'mund të them unë për Fabion, o, kështu. O, ashtu, kur flas me X-in apo me Y-in. Se ndryshes, si them të kam shok, Allah. Nuk i them të kam shok. As nuk rri fare. Pse të rrio? S'rrio fare. Po jërë, zoti Qela, veprime ti, kështu. Se me kemë në 4 Roma tjerë. Gjuna Klevisi, po, se pat ju, qa ben zoti Qela? Nuk e pat ju? Are zoti Qela? E bere pa dashje, 20 vjeç burr. 20 vjeç bere ti pa dashje? Fusun njëri pa dashje? Rëshkiti nga të vëllina, o pra. Edhe ta kuptoni një gjë, ta kuptoni një gjë. Cili do person që të kishte futur, nuk ka lidhje se ishte Semi. Me Semin kam komunikim në privat. Shumë pozitiv. Dhe më respekton e respektoj. Kaq. Kushdo të ishte që ja qoj live-in, Klevis Qela nuk duhet të dilte nga live-i dhe të thoshte dola e qikun se kështu se është tu se pa dashje. Tregon dhe pa dashje mua ti. Unë tensionin 200 aty, ti më tregon mua unë dola pa dashje. Në mori lek në shkrajnë jaj dhe të pa dashje.
Unë tensioni 200. Ti më tregon mua pa dashje. Dole ti pa dashje? Ti pa dashje. Po qela, ke 7 vjetë TikTok tjerë, nuk di të dalësh pa dashje tjerë. Ti di të dalësh me dashje. Ti di të dalësh me dashje. Dakor, tore? E para njëro, zoti qela, që ta kesh rregull në jetën tënde, po nuk respektove shokët, nuk bën dot shok të ri, sa ai shoku i ri thot, ky s'di të respektoj shokun e vjetër, si do më respektoj mua. Që ta kuptosh. Në rregull, ore. Që ta kuptosh, nuk të kam shar as na motra, as na mamaja, po të kam thënë, je njeri pa shtyllë kurrizore. E di çfarë do të thot? Se nuk të shaj na familja, ore. O langaraq, je njeri pa shtyllë kurrizore. Dakord? Je njeri pa shtyllë kurrizore. Pik. S'ke shtyllë kurrizore. E kupton apo jo, ore? Je pa shtyllë kurrizore. Me pak fjalë je barikarin, va. Je barbon. Që nuk di rregulla në shoqëri. Nuk di rregulla në shoqëri. Dhe në momentin që ti e bën një gjest në publik, dhe unë do të ja përgjigjen në publik. E kupton? Do të ja përgjigjen publikore, se bërën publik t'i veprimin. Mbase Fabio Lalës nuk i bën përshtypje. Mbase edhe Olz Nazarit nuk i bën përshtypje. Po mua më bën përshtypje, o zoti qela. Po zoti profesor, jo se më bën përshtypje, po më ka ardhur këtu me këtë televizion. Mua më bën përshtypje, o zoti qela. Mbase ky ka një arsye më shumë që s'reagon. Ai tjetri mund të ketë 2 arsye që nuk reagojnë. Kurse unë la kam arsye të plot të shprehemlirshëm. Ti kam bë dhurat në televizorin. E kupton? Shprehemlirshëm unë, o qela. Shprehemlirshëm. Sepse ky jam, valla. Ky jam. Si, ore çuna, kur çon kërkesë tu për të hyrë live, nuk të vjen këtu lart kërkesa, ore. Të vjen atje poshtë. Dakor? Edhe njerë se bëjnë me këta. Jo për ndonjë gjëre se mos e merr një kështu ky. Ky për atë, ky për atë, se jo ishte Nazari, se jo ishte Semi. Nuk kam gjë, as me Semin, as me Nazarin, as me Fabion. Jo se i kam frikë ojore, se për frikë, si kam, se ti kem frikë. Se frikë i kam, po i bjem qaf. Po si kam rënë qaf, si kam frikë, po çfarë ti ke frikë? Ti ke frikë të qa kumbla, po si kam rënë qaf ti? A dëm pak. Ta kem frikë, po. Se ka kumbla ky, unë ta kem frikë, se kam frikë fare, o shok. Ky kumbla ka fshon do të mua, po si rash më qaf unë. Me dhe pjeshk. Ja, ka edhe pjeshk djali. Dakor? Ti zoti qela nuk di respekt në shoqëri. Ti nuk di respekt. Dakor? Nuk di respekt. Ti zoti qela je i lloj robi që çohesh në tavolinë e kafe, se ikën pi kafe me tjetrit, pa i thënë tavolinës, a më jep një lejë që ti ikit pakun, se kanë çik punë? E kupton? Ti zoti qela je njeri që të nënvlerëson dhe je shumë mos mirënjohës. Ti, personalisht ti. Uroj të shpresojmë base haj nata i po. Nuk e besoj prap që të haj nata i edhe të merret me pjesën që të japi dorë ty të besh diçka ti që i të tregoj ai që ja unë e meritoj. Ai e meriton respektin, o Klevis. Po jo kështu duke ofenduar ti të tjerë, se s'të leun. Nuk të leun të me disrespektosh ti, se e bëri dhe një tjetër para ca kohe. Edhe e bera prap shumë të qartë, që s'ma kari, kush më disrespekton, disrespekte ka nga unë basër. Dakor, nuk më intereson, nuk levis, nuk je i pari ti. Nuk je i pari. E kupton, ore? Si as i pari, as i fundit. Por, në këtë rast je ti dhe s'di të respektosh njerëzit. Je mos mirënjohës. Je mos mirënjohës.
Ti nuk je intrigant. Ti je mas mjenjozore. Ti je njeri pashtu kurizore. Dhe nuk e ke bërë pa dashje. Ti e ke bërë me dashje. Ti e ke bërë me dashje. E ke bërë Të se dhe mori në TikTok apo? Qa do merte? Do merte në TikTok më basa. Që ja mori e pashunëre. Se ti apo e? Po vlla, që ja mori thoj ti, për të marrë ja mori. Gjujti TikTok sa ishte me ne. Sa ti mash na ka gjetur ore. Ti e për dreshin, sa e bën e prujt ftoft, ka me morë thikën me vra vetën. Ha? Ka me vra vetën Glevisi. Të vrasi, shpon për shpon. Po shkon ti në burg se ti po flet keq për Glevisi. Po flasun keq. Keq, do me thonë, po e shon drejt asaj krimi. Jo. Unë po them diçka që e kemi parë këtu në live la. Ore, si ti e ki unë tani e Fabio dhe ty me ku di gja unë. O vlla, ti ki në aty e të them, ore, jemi duke për mua bedo. Unë praf iki, vi me semin. Si ti i ki e vlla? Jo, po ti kish për shembull ti, ngel maraks unë njoh horizontin tonë dhe kapacitetin tonë. Po ti ke Glevisi tha mbari lesht. Varikari me fjallë. Po, rëp shtëpia. Po tani varikarin thuhet për njërin që është varikarin? Po po sa ashtu pra, më ta thon drejt. Se unë s'foli na herë, po s'dajm nga ashtu. Jo, i bie që nëse është varikarin do thosh hajt më varikarin, e kupton? Po është ashtu pra po ta them. Po ta them kështu drejt, mo tamam, mbash kurrë çfarë të them. E more vesh ore Glevis, të njëjti mendim dajmë në Glevis edhe ne shokët e tjerë. Si Fabio, si Nazari me çunat. Po këta kanë një gjella. Këta nuk shprehen. Këta e mbajnë kështu për brenda, vlla, edhe tusin kokën. E kupton? Kurse unë ta them, djali po bën veprime barbonash. E kupton? Dhe nuk e ke bërë pa dashje. E ke bërë me dashje. E kupton ore, o qela, e ke bërë me dashje. Vlla, ai më mirë ta thonte më falur, ti e bëna me dashje, shnetës dhe kishim isha shtell për zotin. Ore, ai mund të thoshte, o çuna po, të dal një minutë ose do futem çik me semin dhe erdha. S'ka asnjë të keq. Nuk do shumë në laik. Jo, s'ka asnjë të keq, se gjithë e kemi bën këto. Ka vlla. Për zotin. Unë e Jo, thash. ore zotin qela, të na disrespektosh ti ne, më saktë të mos na respektosh që ta kuptosh ti. Edhe thua unë e bëra mos respektin pa dashje. Ty, zoti qela, me këto veprime që bën, nuk ka çfarë thosh ti më vrafti madhi zot, ty të ka vrarë se ka lënë pa mendje, kupton? Se thënë komentet, një sekond pa shpjeguar. Po prof, më falni një sekond. O ju të komenteve, ju nuk e keni parasysh live-in. Kur jemi 4 veta në live, me bosi me ta bë dikush me ftesën për me hi në dritare, nuk mundet të futet në dritare, se nuk e ka opsionin TikToku. Ti duhet shkputesh vetë. Nuk vjen kërkesa olla që të dali këtu që ta pranoj shumë pa dashje. Duhet shkputesh në vete, edhe t'ja pranojsh tjetrit ta futish në dritare. Origjinali ka bë kështu Glevisi, mos thëni se pa dashje, se ajo nuk shkputesh pa dashje. Po qyshore ka bërë pa dashje. Unë tani pa dashje. A di kur i ki pa dashje si atë natë si mu fik telefoni për bateria për internet. A histori tjetë ai rrim biles nejes telefoni për momentin, mas një minutim duke shkputet a 30 sekondash. Pa dashje, ku t'ja tregon pa dashje të kyre? Pa dashje, po pse o barë hamne? Barë hamne o qela. Ure unë gjo, një sekund, jo vetëm o qela nuk e kam me ty personale shumë, kam shumë gjera kështu që jam gati, po ka vajtur 99% me i fjalë loa ding. E 1% duhet, edhe do vazhdoj programin unë, nuk e kam problem shumë, e kam stakuar trurin. Vetëm më lini rehat, mos fus një hundët. Na lini o vlla, lini ore, do hy në TikTok, do tal trapin, në mënyrat e mija do shtyj kohën. Na lini rehat o vlla, na lini në punë tonore. Ore na lini se lozim të fusha matan, o vlla, nuk lozim të fusha e sportit tuaj, ore. Ne lozim të fusha matan. Matan në rrugës, ne jemi të tutje rrugës, o vlla. Ne jemi tutje rrugës, o, ju losni në stadium të madh, është rruga, më tutje është një fushë e vogël sporti, ne lozim aty, o. Ne lozim atje tutje. Kemi na një langaraj si Glevisi që e marim në ekip, po qa ti bëjmë tani? Ne mundohemi ta bëjmë burr, a i thot unë do rri langaraj. Ne themi rri tu beu burr, a i thot jo unë do rri legend. Ne themi rri tu beu dhe ti djali mirë, a i thot jo unë do rri kur. Ka edhe kështu. Po prap ju na lini rahate vlla. Është halli jona jo. E zgjidhim vetë.
Na lini, valla. Na lini. Po qatë sjarosh, fut televizi sjarosh, qatë sjarosh, qatë sjarosh në atërë. Qatë sjarosh, valla. Veprime kalamajsh. Veprime kalamajsh. 24 vjeç burr nuk muri me një. Paktën me ne. Është 38 gomarjo. Fiks. Jo, 39. 38. Nesër. Sa një gomar është? Sa një gomar është? Nesër se në mbaj qesh me në personi. Po është 38 ore, për këtë beton. Do të mu, ola, që ka profja, tha shetu, tha, në tha, vëllem. Sa një gomar, o shok, sa një gomar? Sa një gomar është? Po që janë live, letë qajo. Punë e madhe. Do thoje futa pa dashi, mua më shanë ti, qa ke me mua, me gjenë të dobet mua, këte do thoje. Këte do thoje. Qa do thoje? Këte do thoje, o vla, s'ka qa thonë tjetër. Ose do thoje kam bre kalash. Ka provi të da do gëzime. Unë i kam bo, a disë unë i kam bo foto komentit, a dim ka thonë ti Fabiolala do të vras me kalash, ma ka shkruajnë koment. Ha? Të ti ke live jo dhe ka shkruajnë një natë, kur që zanë me mu, ti Fabiolala tha të vras me kalash. Po ty e mund të vrasje, jo la. Edhe mua mund më vrasje. Më ka afer më Shqipëri. Edhe mua mund më vrasje, jo shok. Pse mua mund mos më vrasje tu ati? Po ja se ti jeni islam, që atë të bëj ti? Ha? S'ka që të bëj ti? E po, kjo është. Ta caron njerëva tjetëri kot jemi re bukur, ben tjetëri gjesë amateresk. Unë për vetë o prof nuk e dinë se si e mënon të e, për të thamë drejt. Në njerë vari karin ka bë gabim. Jo, shok, jo. Për hatër te. Po jo, njerë ti, njerë ahi, njerë ky, jo, dhe jo. Njerë ka hyrë daja. Po e di. Jo daja krevisit as daja im, daja shpirti. Njerë ka hyrë një fratello. Më tha, mua ledha që kështu. Tani, ty shti. Po jo, shok, jo. Pëse o, qa do bëjmë ne? Mërëp shpia, po ja lene njerë, po bëni gabim nuk të përzihem ma. Për zoti. Po ta kërkej publikisht, unë jëm privat, jëm telefon. Vari dost, edhe unë isha atë, vari karin, bëni isha bani, okej, hajt. Sa klevisi se a di se kush ashtë. Për zoti. Qa e bëri pa dashje, i, ko vla, ti që më shkajtë në privat. Qa pa dashje, o vlaj? Jo, i padashje nuk e ka bën, ai ka dalë qëllimisht, ata unë. Ka bërë pa dashje, Por ato unë e di shumë mirë, o vlla. Unë e di shumë mirë se unë e di opsionin e TikTok. Pa dashje, o vlla. Nuk e ka bërë pa dashje, ore. Dhe problemi është se ka bërë me një ju në gabuar, e kuptonë, se ju nuk reagoni, ju thoni hajt varikarin. Unë s'teme hajt varikarin. Jo, unë për vetë tam drejtën, thash varikarin, tam drejtë. Pse të rrejnë? Ti të varikarin, unë s'tem. Unë s'kam së rrejnë, ti tha ndrejt Avolino, thash i reshkiti, ndrej Karrike. Ore, vlla, do ishte mirë të ishte dikush tjetër, mos ishte Semi, se duket sikur dua të konfrontoj me atë. Po jo më se s'kishte lidhje Semi, atë janë fajk Levisit. Aty shfajk Levisit, o vlla, drejt për drejtë. Fajk Levisit, nuk ka lidhje Semi, atë qoftë kush qoftë. E kupton, Po ishte pse Ika, unë pa thënë Ika, fare hajt varikarin, thaj unë për iki, ashtë net jo. Po si o qa jemi ne o, qela. Ti merë 20 ditë telefon, mua, fërci. Dhe ja bërë në një vaj leshta, ik për zotin, për atërte. Se i kam qamë shpi, pra ne për ta kërkaj, për zotin. Unë për vete e kam lanë, unë ta thamë sinqerisht, unë e kam lanë varikarin, s'ka kete. Ti e ke lënë varikarin, ja thoj në sy që unë të kam lënë varikarin. Po, më rëp shpje, pa ja tha, ishte këtë tani. Jo, fute dhe thoj unë ta lënë varikarin. Ja ta. Do t'ja thosh në sy. Po si do ja them më rëp shpje? Okej, në rregull. Fut një pa thëni pak Levisit kërkon Fabio. Okej, në rregull. Ja lë për varikarin me. Rëp shpje di thamo Levis nga unë e ka të falur varikarin. A mjafton? Jo, po ta lë thoj për varikarin. Po, okej, po ta lë për varikarin se dole nga live-i. Po. Kështu ja tham, rëp shpje ja tham. Në rregull, nëse ja thoj po ta lë për varikarin. Ja. Dakor. E di se të mbej hof, po të mbrej shtesë, unë se merrem me ta. Rregull e vlla, dakor. Në qoftë se bën kështu në lloj forme, dakor. Ja sa të vi për zotin. Ja thoni kërkon Fabio. Thoni ti hapë kërkesa. Dakor, vlla. Ja i tha mund direkt rëp shpje.
Po, ora, tani, unë se në më hëj, unë ata thash ti, dhe me thonë, ne ti, sonë tani si ta thamë dhe me thonë. Jo, unë do t'ja sjaroj atë që do t'i thosh ti. Me unë t'ja thamë të meru që të natën me tonë. Në regu, kur t'ja thosh ti, unë do t'ja sjaroj. Oke, ma si t'ja thosh, ati thamo Klevis, unë ta kam lanë varikarin. Jo, unë thoj, me qënë se i e thoj varikarin, ta kam falë. Oke, më regu, me qënë se i e varikarin, ta kam falë. Rëp shpia, ja po se ja kam thonë që shtu, braf ti më dhizë. Ja, Janë të thjerë ta pra. E çuna na bëni çik follow, mos rrini kot, ju s'na keni bë. Ja, prit. Prit ti hapi kërkesat, se nuk ja pranoj as kuj përveç Klevisit. Thëni Klevisit mi bin tani. Inshallah se harroj. Si o Klevisi e varikarin ta kam lanë, ha? Po, me qëse e varikarin, o Klevis, me qëse e varikarin ta kam lanë, okay. Po na gabim të më thush jo kështu ta përsëris, për zotin. Ha merak. Po t'ja thom ta mos. Ishte më futish më gatres me tomër. Jo, pse të fush nga tres vati kështu dhe? Mendimi yt ky ishte vëlla. Po, se mohaj. Që ti më thau Fabio pse ja le, thash ja kam lanë sa varikarin. Po, duhet ja thosh në sy vëlla dhe unë jam dakord. Okej, te faleminderit, rrep shtëpia tham. Ora di thëni Klevisit vita se nda harroj llafin unë. Dërgoj, ja thot se i thot ju i keni të mbyllura. I ke hapur kërkesat ti? Të hapura i kam më burr. Ora hapi kam kërkesa, do shok. Sa i hapa? O, çuna që ta kuptoni. Unë shaj ata që më shajnë. Unë shaj ata që duan të më ofendojnë. Unë shaj ata që duan të më nxjerrin keq. Kaq. Është shumë e thjeshtë. Thuj i kam hap thuj. Po ja se erdhi. O Klevis. Gjoj sekonda, Allah. Na të marrë unë, një sekond, marrë unë, se unë të futa, se unë të kërkova. Me qëse i varikarin, unë ta kam lanë për mram për gabimin e mrashem. Tani, ballafaqohu me profi. Si e varikarin? Këtë mendim ka Fabio për ty vëlla. Edhe ti Fabio? O vëlla, unë s'kam as një lloj mendimi, u çfarë pata ta thash? Sigurisht me mua ju se unë jam allergji dhe jam i varfër edhe kur mendoni se jo, rrep shtëpia s'ka shans, du fort. Si është mua bet ose edhe herën e parë ma bët këtu para 3 ditësh. Pra tani profesor. Jo. Çfarë bëra unë? Meqense tani brava njeriu çfarë bëra vëlla, se kuptoj. Flasim me hapur. Flasim me hapur fare vëlla. Mirë vëlla, gjoj sekond. Meqense ti je më i varfri, më lër 30 sekonda. Kaq O Klevis. Kaq i legend që kam vëlla. Klevis flasim me radh, kam flasim me radh. Më bëre një pyetje do t'ja përgjigje. Çdo person që ti Fabio Lala po mirë me mua se do të vras unë Fabio. Okej, fal. O çela. Mos bësh fut intrig apo them. Okej, të kërkoj. Do të vras Fabio Lala apo them do të vras. Okej, fal. Dëgjon apo jo apo them. Okej, fal, burr. Kërkova fal. fal. Po vallai, binim çap tjerë janë della. Çka doni me mua do? Çfarë po i bëj që njeriu do? Çfarë ku po i bëj gjë? Okej, fal. Çfarë po bëj valla? Po stashon më. Kisha pir valla. Ma dërgoj tritaren me pranova, u sput live, në vend ta pranoja, ma tha dhe vet pun sekonda shikte çun ata. E anullova, dola vetëm, bosash, e kupton? Kaç, as intriga as gjë valla. Pse e bën të madhe, jo profesor. Çfarë pun të madhe koti valla? E pranove ti pa dashje? O zoti ma. Ma dërgoj ai valla dritaren këtu. Mirë. Si do të më skuqe këtu poshtë 3 pikat? O Klevis, më dëgjoj një sekond. Se the kapeni me mua se jam më i varfri. Po, pse kapesh me mua valla? Për çfarë ma bën presion këtu valla? Më thua vari. Prit. Legend shish shkërdhat. Për çfarë mi bën këto? Për çfarë mi bën këto valla? Prito e ta shpjegoj unë. Çdo person që më bie më qaf, më nxjerr keq, më ofendon në TikTok. Për çfarë nxora keq? Dëgjore, ora Klevis. Dëgjoj. Për çfarë nxora keq valla se ti po më nxjerr keq mua? Dëgjoj se do bëj deklarat, më dëgjoj me kujdes ore. Çdo person që bën është kozaku çuna, është kozaku. Ata fusa ta mbyllin. Lere o Fabio, lere o vlla, nëse t'ja përgjigje Klevisit. Okej, po i mbylli kërkesat. Atëre, çdo person që bën TikTok. Dhe është në TikTok. Dhe më shan ose më ofendon. Më nxjerr keq. Sa do i pasur të jetë, i qifsha motrën. Dakord? Jemi në rregull Klevis? I qi motrën le të ketë sa lekë të doj, kush mundohet të më nxjerrë keq, të më shaj apo të më ofendoj. Le të ketë triljarda, i qi motrën.
Unë të kam shana njerë personalisht, kam Tani, je i qartë që nuk e kam me ata që s'kan lekë, e kam me të gjithë njerëzit, kush më shan, kush më ofendon, kush më nxjerr keq. Unë kam ofenduar në njerë. Tani, në gjo me kujdes Levis. I di rregullat e normat e shoqërorit apo nuk i di? O vlla, anullova pa dashje the mor, se kisha piro, bidon biro vlla. Kisha si trullosur. Të zë një bidon birë ty, o Leviset O kemi vlla, ma parë. dërgoj këtu live-in e këtu, çaj thonë atë 3 pika. Trun dritare. Djali, se më çon njëri live-in tani mua, ja t'jap kërkesat e kësaj unë. Edhe ta shikojmë, a e pranoj do t'un pa dashje. Pa dashje, prit. Qojni që kërkesa ju quna për të hyrë të live-i. Pa qojni që kërkesa për të hyrë në live. Qojni që kërkesa ju këtu poshtë, të ky live-i. Qojni që kërkesa. Po ti Qojni që po kërkesa. profesor, ti po kërkon kokë turku apo çfarë? Nuk ben o të Levis të më qojnë kërkesa, më qojnë këshu këta të huajtë se hapa unë. Ja, ma ka dërguar mua 6 veta këtu për ndritare, na. 6 veta, ja. 6 veta ma ka dërguar live, na, shko. Ta kanë dërguar ty live-in 6 veta. Po, për ndritare këtu, olla. Të si pranon pa dashje t'jata? Ura i që ma dërguj e njojnë të trene, vlla. Gjoj sekund, pse nuk i pranon pa dashje t'jata? Ore, vlla, the ma dërgoje personi, ja pranova, vlla. E kupton se Tani, shkoj kemi Levis, gjithë, vlla. Levis, gjoj sekund. Tani, gjoj sekund, jali. Të kanë quar njerëzit kërkesa aty poshtë? Të kanë quar kërkesa. Fabio, ty të qojnë do të kërkesa aty poshtë? I kam byll me dash tani po ti hapi ta provoj. Një sekund, leri kërkesa, një sekund, pse më shan mua, vlla? Po çam shan mua, kot. Ti je djalë pa norma shoqërore. Po pse më shan, vlla? Çat ka bërë, çat kanë bërë? Te je djalë që nuk di të Po respektosh, nuk më respekton. çat bëra? Ore se s'di të më respektosh. Si s'di të respektoj? Pse çat bëra, vlla? Bëra gabim. Ore, ishim duke ngrënë fara. Ore, Levis. Ku e ke problemin se dola unë vetëm tek pull e ikët ju? Ore, dole si legeno, e kuptono? Ore, se bëra me dashje, bëra pa dashje, thema. Në vend të pranoj atë që ma dërgoi personin, bile se dha i personin tha ikë të çon ata. Unë anullova. Nuk e di çfarë ndodhi, se se marr veç TikTok. Kur je 4 veta dhe kur ta dërgoj një requestin për të vënë dritare, nuk e di pse dole ti, olla. Ba mund ta bëj internet. Na ofendove ne, ma le të shkojë. Po gënje, valla. Ore, ti, gjok të gjore. Ti, që ta ke shumë të qartë. Unë them, nuk shan profesori ma ndez mua. Jo, profesori është shumë i keq, po fillo për çfarë? Unë keq që kam sa të hapem jasim 2400 gjëre. Po u hapa, ja kaloj edhe Klevios, ore. Po u hapa, edhe Klevios ja kaloj, ore. Ore, Klevio rri me blind, unë rri me xhama shtëpi e blind, ore. Nuk ka ndonjë gjë këtu, o vlla, gjithë kemi probleme, ore. Unë po u hapa, do t'i qi motrën, do t'i marr tër para, nuk pyes, ore. Unë thjesht përuaj veten për mos t'u hapur. Po me mua çka ke me mua? Thjesht përuaj veten, nuk dua të dal në. Çka keni me mua, valla, se s'e kuptoj. Tani ti ne dje vlla na disrespektove. Disrespekt vlla do të thotë që ti ishe me ne në shoqëri, edhe i ke vlla na le kështu si për varikarin, edhe vajte tek Semi, respekte për Semin. E kupton? Se ti dole se ishte Semja. Jo këto gjore. Ti dole se ta qoj Semja, se po ta kështë quar në njëri kështu kot, nuk e shtypje pa dashet, je për Qibelandi. E kupton? Po ti nuk e llogarit. Jo këtu o gjore. Dëgjo këtu. Ti nuk e llogarit vllaj që respektove Semin, po na ofendove ne. Këtë se bere të llogarit. Pa dashje them ore se. Kur je 4 veta, kur ta dërgoj një për dritaret, të nxjerr live automatikisht valla. Nuk e di çfarë ndodhi. Unë po them, po ta them me shpirt valla. Edhe unë po ta them shqip. Kur të vjen një shok na jashtë dhe ti je me shokët e Vlorës, i thoj o çuna ma ben një Allah, më ka ardhur një shok në Anglia, më duhet iki. Po thon çunat, ik. Po jo të thosh ti. Afrimi, edhe pik plumbi të Afrimi, ore. Te ne nuk e dim qa të bëjmë. Të qojmë në tavolina, të rrim të presim akoma, të mori Afrimi penga. Qa të beri Afrimja, e kuptono? E na vede një pozit vështirti, nuk e dim qa ndodhi. Gjoj sekund. Me që ti e pas ke marrë po ofendim, mund të kërkojnë djeso, vlla. Pa dashje e kam bërë, nuk e kam bërë me dashje. Po për dita do më ofendosh mua, mua më gjenë, ore Klevis, mos më gjenë mua ti. Po vazem qive maqën. Gjore.
Si o vlla, nuk e di ç'a ndodhi, shiva motrën live. Ore, gjoj sekond, ore. Mos më gjenu mua ati vlasi më të atë personi që ke më afër nga njerëzit jashtë TikToku. Po ti po më gjen mua ta në çast, si mua beti. Ti thoj kështu ore. Njeri them Ziguri thoj ti për profesorin. Njeri them Dajos. Njeri them një tjetri, e zbutet profesori thoj ti e varikari. Mos më merr për kështu mua ti ore. Ore s'po i Se ma them, gjen mua ti Terezine. po i them njeriu unë valla, nuk po i them njeriu. Ore, se thoj ti njeri them ti as ashtu e pata njëra ti tjetri. Ti ta mbyllim këtu valla, prit një sekond. Ka mundësi të më lësh në hallet e mia mua? Pse ti janë futur unë të hallet e tua? Më linë hallet e mia, më fal mua për ato live ndodhi era kot pa dashje. Do të ta pranoja atë këtu, nuk e di ç'a ndodhi, nuk e di se kam ide valla. Ta them sinqerisht, për syt ball, janë gjithë ta njerëz tu, pa na një fare, pa frikë, se s'kam frikë fare valla. Se kur jam i drejt, jam i drejt, se jam i drejt. S'ka lidhje frika. Se jam as intrigant asgjë. Po them. Mos më bie në qaf, mos më ndon më shumë se ç'duhet valla. Ta them sinqerisht për Zotin. Mos me mua, edhe ti Fabiola, mos me mua Mos na Fabiola. ofendo Oglevis. Oglevis, mos na ofendo. Nuk të ka ofenduar njëri, nuk të nxori një lajm me qëllim. Ti dje, Ishte pa na një që të keqe. Thjesht nuk e di ç'a pati live. Ma dërgoj, pasa sam, si shfutemi në gjithë, ma dërgojnë dritarë. Po. Edhe biles ma tha, i futu me quna direkt, tha. Se ngellën vetëm unë ai, po pun sekundi ka qenë. Keve publikun dëshmitar këtu që na do qje. Ja, ka që ishte. Erdhe ti, u fute një tjetër, nuk e di ku shumë fut kozakun, duket, se mbaj më ndali. Lore, ika unë, sërda me unë, Të sa erdhi ma Pa dash, erdhe dhe ike ti pas. Ika, sërda me Mas themi s'ka fare, mas themi s'ka fare. Po jo se bëj unë intriga, se unë s'kam bërna një intriga, se unë nuk e di qa keni ju me iri tjetëri në pasë. Edhe njerë tjetër. E kupton? Ore, kupton qa thoi ti, s'kemi gjende me njeri tjetërin. Unë i respektoj gjithë njerëzit në soj, vlla. Ore, gjojnë sekund edhe njerë tjetër. Nuk kemi gjende me njeri tjetërin. E kupton apo jo? S'kemi gjende, vlla. Ne kemi një dialog Levis atje në fshatin ton, edhe kemi një drejtor burgune. Ai drejtori i burgut është drejtor burgun Berat. E sa herë që vinte ky në fshat, e ka emrin Arif. E përshëndesim Xhaxhi Arifin, se është moshë e madhe. Edhe gjithmonë që vinte i jepte një Red Bull atij djalit. Erdhi Arifi, na ajo që u bë Red Bulli i zakon. Kur erdhi Arifi, dha, erdhi Red Bulli dha. O vlla, ty të respekton Semi, ne e dim shumë mirë. Po, Faleminderit që më respekton valla, a di për ndër. Dëgjoj këtu o Më respekton ty dhe ty ta di për ndër. Respektoje. Më respekton dhe ky tjetri, edhe gjithë njerëzit tu valla. Pa përjashtim. Respektoje edhe njëri tjetër. Respektoje për respektin që të bën, pa ofenduar njerëz të tjerë. Po so ofenduar njeriu, s'kam ofenduar njeriu valla. Se më bëni mua më qaf valla, ç'a keni? Se s'po e kuptoj. Sinqerisht valla, çere dytë valla. Është herë dytë jo Fabiola. Nuk quhet ofendim, se na ka ofenduar nga familja. Quhet ofendim se hike për shembull na le me atë vargjesh. Po ç'a e frikon? Unë po them tu. Jo, ta dha tyre, ti e varikarin ka, tha dhe Fabio. Mirë në rregull varikarin jam. Okej. Mirë që di, mirë që pranon. Mirë thoni ju varikarin jam unë. Në rregull valla. Ai pranon që ju pun tuaj, unë pun time varikarin. Ju jeni më fort. A di pse ka bëu tek ton se nga që se na nënvlerëson se thu se ka le mirë me profën e me Fabio, nuk e ka bërë për gjatë kesh, unë e di. Pikni ju jeni të fortë valla, unë jam. Po si jemi të fortë, Levis, se të më thotë varikarin një të Fabio. Ne Jam jemi të fare, fortë. Hajde. Am tha do të Ne vë. jemi të fortë valla. Ti më që Ju jeni më të fortët, ju jeni gjeni një më të dobët, e kupton? Jo. O E Klevis. mua bëni kështu ju këtu, se me nai tjetër s'bëni ju për live. Jo, unë s'bëj për zotin Nai asnjë. tjetër s'bëni ju. Unë dëgjoj sekond, o Çela. Unë s'jam Unë as jam intriganta, se- s'kam qenë një Unë intriganta. dëgjoj këtu o Gjore. S'kam qenë as jam. Po mua Po, mos Levis. më bëni, mos më bini çaf. Dëgjoj para se ti ikësh. Unë ja qirop cili do që më shan, më ofendon apo mundohet të më uli apo të më nxjerrë keq në rrjetin social TikTok. I qi motrën dhe kushdo që është mbrapa këtu dhe mendon që e ka bërë një gjë të tillë, qifsha motrën, kaq. Vlla, nuk kam që me ty unë. Me fjalë ke me mua ti, do më qish mua motrën ti. Shpun ka me ty, Ti më je bro. mirë ti apo jo, ore, ke logjik ti. A ka Ose shajt me ti? mua e ke vlla, unë po Po s'ka s'kem. shajt, a ka shajt ti familje profi, E qa bëra për pa kodja, dashi. kupton Mua fjallë, do si me kupton, të jemi budalla. mirë sfera ju me S'është mua. mirë, unë. A i kupton fjallë je ti o mirë budalla, si kupton, mos ka Ore do, je mirë ti usta apo për si t'kalu. mirë, se s'po kuptoj unë.
O Pre Klevis, djali, mos kalo unë kur po nuk ka për të mundohem të kaluar, të gjomë. bindë ty që nuk e kam personale me ty, vlla. Po ti po thua ma bëre ti, o, qa të bera, vlla? O vlla, kja është muhabet tjetër më kja fut kot më. Ti nuk di ti je shok. Kaq. Nuk di jo. Ki po ta Po thot qa me të kam mirë bërë, tjetër. që di ti jem shoko, qa të kam bërë? Nuk di ti je shok, o nuk di të qëndrosh si shok. Po nuk di, ore. O vlla, ti ose pi mall vërtet, ose ti je me kriza. O, zota, Gjesht. falë. I se kur pina i stela e ka paka shumë. O vlla, më bie sot telefon tërë ditën, unë mbyll ti bjerë, unë mbyll ti bjerë, unë mbyll ti bjerë. Nuk Po kemi pse filluar, zape, ti ke pse pa. zape, vlla? Po për çka të hapo? Qa do më thoshe? Si kalove o vllaj, më pse ofendon në m'del- darkë, pse- më merr një telefon sekond. gjëmgjes. Pse del këtu e më shano këtu, vlla? Pse del më shano? Po nuk. Se më ofendove djegleri. Hiki që këto dhe, ku du qa nga trove, se mbaj mëndan. Klevis, profesori nuk shajt jas një moment nga familja, shajti ti personalisht. Jo, nga familja nuk shaj Po, kurrë brava. në zotin Ti Gjeli. ta Okej, tha. jo, shu i bie, njësoj është nga familja, se. Jo, 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 nuk jo, që. A shu i bie? Ska, Jo, nga familja, jo. Jo, je vari karin të tha Fabio Lala, ta thash edhe unë. të Okej, dy. në reu. Der di isha ne- nga liminu, sot do në varikari, në reu. Tani pse merr? Se doni ju, Ore, ore, jo. Ti Se ti ne je ku shumë. mundohemi sot do dhe ti Fabio Lala. Ne po mundohemi të Am bësh tha djali do të mirë. vras, am tha do Doni të ju, vras, jo, ma kam kur drejt t'jem me ti mor shfarikarin. policin kërcenim publik. Ha? Am tha do të vras ti Fabio Lala, dhe unë kam drejt me Po mor hajde një policin. lu më mare, po së brava tani, hajde tani. Po jo, direkt. është- Qa jetën po së brava tani direkt. Zvi do të ka frik. Ka frik. Ore, tallen ju apo jore, nga Ore, ka foni mua frikë, ju e mo. tani, rjemo reat, mua se ka mallet e mija, vlla. O vlla, është kërcenim publik. Ku ti thua je varikarin ti? Është kërcenim publik një me një. Unë do ta lajs dhe të bëj denancim. Edhe ti leje se më shiti gjëja se tash varikari. Një me një. Një me një. Unë të kërkoj falje, edhe ti kërkon falje dhe pajtek. Po qa i kërkon fali, që është varikarin, që i thek Ti shumë. jo se më tha do të vras publikisht. Do risht jo, profesor. Rior mirë, Allah, se s'po i pëgjë një Për riu. Klevis dreshi, për Se po Klevis. të bëjna një gjë, hajde, vani lësht. Po pse bën veprime tulta? Qa veprime s'pa dashi, o shok? Po një Ata që shemë ke- në qim shajet. Edhe mos kaluj Napoli, mos kaluj Napoli. Tani, hajde kemi shok, valla, hajde me qitë përbashkë të shok. Mos kalos Napoli. Edhe një Nuk bëjt tallime. Kam respekt për filin do. Respekto mua, pa ofenduar Fabion. Po ofendove Fabion, nuk më ke respektuar. Ko ofendova, se se Edhe ai prandaj të tha, ku vete tha, ore, qa po ben? Ko ofendova, kë? Kë ofendova, kë shava, kë bëra. Fabion dhe Nazarin. E Qa bëra ore? Në leve të treve në tavolinë kështu kohë. Ina Ore, ke ka më qip ofenduar më të lini treve. mua, një sekund. Kjo a shpegoj njëre mi, vlla. Hmm. Më lini mua se unë nuk merrem me intriga, nuk di, s'marr vesh, vlla. Ma së më plekshi mua me intriga, se unë jam i drejt për drejt, vlla, sinqerisht, për zoti. Jam për budallëqe, kështu për lojra barikarin pith, për budallëqe, po për intriga nuk jam, vlla. A do të bëjmë Leni gjë mua, tani, se ata nga ma. zruni mua kodo, vlla, shifsha jetën unë. Leni mua në allë. Nuk e marrë veshu qa e shkjolla, ky s'është mirë, ky ka probleme me veten. O Klevisa je i kaqë. Ky ka probleme serioze me veten, o vllai. Ti Fabio Lala je fort, vlla? Je Ka gambo ti probleme Fabio serioze Lala, me ha? veten. O Fabio, je gangster ti, ha? Jo, rap shtëpia ti e gangster se ti tha do të vras. A hiku Klevis. Të beri presion e iku tani. Normal, më tha do të vras mes. Unë fëqa me telekomandën, 29. Na keni gjetë alle gjina të dyre jo, dhe edhe në qas në boni. S'ka mundësi, Jo, jo. Me Nazar ti qa ke kote e fundit nuk jem mirë ti vllai. nuk ka mundësi edhe. Kam shok, dua fort kote e fundit nuk jem mirë vlla. Ore Klevis qa ke? Je gangster ti do me thënë Fabio Lala. E ti profesor je ti- gangu ti, ha? Një sekund. Në asë një Jo, moment jo, nuk kam kërcenuar. Tim kërcenove mu. Unë jam Tim më kërcenove lekjeni mu. më bërshiri për ju. Çdo gjë e Jo, kam. jo, tim kërcenove mu më tha Me do të gjeste vras. kod vlla, je. Më tha Okej. publikisht. Po miro me. Më shumë e thjeshtë valla. Unë një gabim, pa vetdije, kot. Nuk e di çfarë Ti pa ndodhi. vetdije? Po s'di ta shpjegoj. Ti e ke bërë pa vetdije ti? Ti dole se ishte Semi ose ti ishte një tjetër s'dili ore. Ishte Semi, edhe dole ti ore.
Ore vlla, na dërgoj dritaren këtu. Gjonti apo s'gjonti? Ore, shumë mirë që ta dërgoj. Ti duhet na thosh ne. Për të shyrë, ose po them Po gjore. Ti duhet ja thosh. po ke edhe publikun këtu ta thot valla. Po sekundi edhe ai më tha vetë ditë çon ata, direkt. Po të tha ajo se ore ka thënë kështu ai, po ky kari çapen këtë ne. Është habitur dhe ai ore. Pyet ti atë nëse s'është habitur. Ai ka thënë. Po ky. Unë i rash Boris për profesor, çka ke që më shan gjithë kohë valla, se s'pe kuptoj. Ore, ai ra Boris për të përshëndetur pip, ti u çove, kalove rrugën, desh të shtype makinat, vajte për ta takuar, ai tha, i ka atje ku ishe, ç'a bën? Mirë vlla, mirë, mos të e ke parasysh se jam dhe unë nga por, vlla, me Allah. Ti dhe atë ke surprizuar, vlla, imagjino ti ishte shoqëruar ai. Me dashnore, profesor, ti ke hallet të tua, ky tjetri ka hallet e veta, ky tjetri ka hallet e veta. Rini mos më ngarkoni mua se po më ngarkoni shumë vlla. Po them edhe një, nuk jam i djallëzuar. Na po diskutojmë, nuk po të ngarkojmë, Klevis. Janë diçka të ndryshme. Mos më ngarkoni më shumë se s'duhet. Po ju lajmëroj për fundit. Zoti Qela. A bëra gabim, kërkoj ndjes para gjithë publikut. Ne po tani po diskutojmë vlla, po ju them me shpirt e me zë, mua mos më ngarkoni më. Doni dozi me mua mirë, doni lëre vlla. Vlla, shumë mos më bëni vlla. Leja prof. Dakor, ore. Ja, me këto fiton ti. Lere, tani po iki unë, se s'jam më tani vlla. Ku do ikish? Po do iki unë tani vlla, se nuk ke kam. S'jam, nuk e bëj dot. Jo, pa bën me Iga, ju rujzov treve. Igla. Ja, prapi bi mu tall me ne. Ik. Dhe se vjen prap. Po jo, le t'iki. Jo, pas se në rriun pa ta. E s'na ka gjetur, re. Po pse i thot shiva kuar, profesor? Ai s'ka shiva kuar, ai s'to ofendove. Ha? Pse i thot shiva kuar? Tani, unë do Nazar, nuk shikoj ofendim kur tjetri më shan, shikoj gjethin që më ben dikush që unë se pres ta bej. Po njëmë nga Klevisi, këto gjona pritën, s'është ne i çudi. Klevisi. Po tjetë ashtu, pastaj që se do Sami, për respekt se njet borxhlike Sami, se Sami ka respektu. Në qofë se e ka po, iku. Tani, a mundi iku ke thënë shumë, po iki pak? A i gabim ka që s'tha, ore hika, mos tote që hika pa dashje. Po jo, hika pa dashje, thaj, pa dashje ka ikur? Jo, s'hika do pa dashje. Pa dashje s'hika do, ma ka qu dhe mu, kina qënë bashkë live, kam thonë që ma ka qu live-in, a përnojt kaqet, kam pytë se ose disha. E ka marrë vesh, e di që s'hika pa dashje. Edhe që ta pranosh njonin, Se se parnove më Fabio Lala live. Gjotë profi me Klevisi se po uzeshin këto di për to. Po profi, po vajnë pas doje me pranu live. Do ta shtypësh, se nuk e prano dot. Apo jo? E pravoi direkt Nazari. Po se tali, që t'na sjelli mu dikush live-in, ashtu si që ka qu Klevisi, duhet dal nga ju që ta fusat. Pra duhet të dalësh atje lartë. Duhet dal nga ju që ta fus dikën drejtar. Si ka mundësi më dha, audienca on top, profe, kam thyrë rekord sot. Gjithë, asnjëri live. O Kozak, gjoj sekundot. O Kozak, kam një mendje, 1% bëj TikTok. Imagjino ta bëj 99% atë mendje në 100%. Nuk të prano do të. Qa do me bë? Ula, kam një mendje 1% të bëj TikTok. Duhet i japësh disconnect. Qela, futu live, o Qela. Futu qik live se shiko si vjen Kozak për të marrë audiencën, o Qela. O Klevis Qela, më vjen keq vlla, po të kishin kapur prap video dhe foto do e publikoj të live, o Qela. Jo, Fabio Lala, profesor Ort Nazari, më ka ardhur video dhe edhe foto nga Marina Bey para 3 ditësh. Le për atër temte. Do ta publikoj unë tani këtu live. Aman më se publiko. Si aman? Po jo më rol se nuk ka aman, se aji nuk e pranon. Jo, nuk ka aman, unë do ta publikoj, vjen keq. Nuk e lem audiencën, o vlla, nuk duhet Klevis Qela, do publikojsh duke lozur kazino sërish. Prap ta kuma me këtë kaseti. Po, e ka pa live, ka ardhë foto re, është me roba të reja, vlla. Me ato roba që ka qenë atere, ndryshon. është me kratë shkurtra, jo, është sezon veror.
Vllai, Lela vetë Po, që dal në që me audiencë s'ka. O bablok, atëre ka qenë me xhup. Vllai, Kur është video. Botës është në Island, është bora. Jo, nuk ka lidhe ky tjetë, jo në Island tjetë ky, po tjetë ma ta në Islandës. Verës, rrime Ky ka foto me xhup. Unë i kam foto me kratë shkurtra, me kanatiera është duke lozur. Klevis çaj. Tani i bi me qanë sa verë. Tani i bie, nuk e di unë ditën. Jo, mos ja leo, mos ja shita bojë. Do janë nxjerr. Ali e Gozak, ikse na Nga njerë heret ato mo. Gozak. E ka berë me ChatGPT. Jo, hajde shikoni fotot tani çuna. Në orën 12:40 del foto. Hajde gjithë te. Una ide shikoni foto. Kaloni shikoni foton. Para i javës. Mos do t'i qela, mos e shaj, o vlla, Do ma nuk po të mbyllin shaj, account. po ki Langaraj çka ka. Langaraj nuk të thaj. Pse po më shon nga garaj, po s'ka gjë, vetë mos na shën nga rrop, pa në rregull është. Se tha Langaraj që legen varikarin. Jo kështu qela, do t'i qim mustaqe. Hajde live, po Klevis, hajde. Jo, Ku me është? qinje O mustaqe. Klevis, hajde live se kam për të nxjerr foton me rob shtëpie ku jemi japonet duke los kazino. Ja, Hajde. Ka ardhur foto re ta kanë nxjerr një miku jot që ke qenë duke lozur. Unë e preva në bes atë. Se normal që e preva në bes. Ishte për të preva. Mos e ngac, mos e përket bëjtojmë, do shpërthej do ta nxjerrë ty natin. Iko Gozak, se s'është shkura mirë. Da kam një parandjem, po e ngacmove, unë nuk e mbaj dot Levisi që t'i them stop, se nuk stopon. Ore do vi këtu ai tani. Nuk e di, po kam një se ç'kam një parandjem keqe, kozi që Nuk bën gjaje, prof. Ha? Mos bëj gjaje, bu. Për ati të bëhem mjekroshër. E si mu më tha do të vras, më tha publikisht. E di që më ka thënë i shoku im, rëp të shpis. Mjekrosh bëhesh, ka thënë. Jo, se me ka pa i truni vogël ta futën, në brëshërit kalash. O, E Klevis. ke parë storin që kam hedhur të ky TikTok? Gozak, ato ikse Gozak se la preve mua Po ku ti ke më orë që burra? Am përzu në rëbë. Po na preve mua beti të shumë. Më falë më vlajim, do të njoj. Sa minuta do në dispozicion? Po vlaj, nuk dua si minut, po të njoj zemra, më falë. Po shaj, o, Klevis. Le Po atë. Gozak, ke 20 minuta dispozicion. Që ka të më shajt më nazar, a shef. Po nuk të shanë më po do ky profesori i ka stilet e veta, po thot mos. Ja erdi këtej, po shan këtej tani, o pro, Ja. po shan këtej. A është një gjithë me tjetër stil o shumë. Do të qim mustaqe ti thot. Ore erdi këtej, po shan këtej tani, nuk ka mande. Erdi Jo, këtu. do t'i qim mustaqet kozaku. Dale ta kap çik screen, dale ta veç çik screen. Erdi këtej. Mos komentoni, ju të komentoj vetëm Klevis jeri. Ol, so tani, do bëjmë, o vlla, ngeli tu kap lek vetëm ai Klevis Shela, do kapim unë e ti në i lek me këta të dyre. Se këta janë të mirë se paguajnë direkt. Ha? Që ti kapësh këta e me Po jo, ol, të bëjnë ajer bashkë, si që ti kapesh, se i shive më. Që bëne me 300 e Klevisit te? Klevisit nuk i jap as një cent se se meriton. me i kthy me kokë. Për çat ja jap, më mirë ja vë vetë në një ndeshje ka gol se sa t'ja jap Klevisit. O Gozak, ta të dy tani me i kthy me kokë poshtë nuk i din atë centa. Ja, arë se kanë lek si Fabio Lala, si profesori, kanë lek me rrisi për lek. I kam shire lekët do nuk ja dua. Po vlla, nuk t'i jap lekët tuaj më, ja kanë vër Bayern München thuj, 2-3+ Angram Karin thuaj, doli njësh. Ka bere ta se nuk e kuptova. Angram Tochin thuaj. Mirë, me rregull. O, ti profe, a los me dënime vlla, unë me Olsin, ti me Fabian. Jo, nuk los me Olsi, vlla se nuk ta mban dënim. Më vdek familja ta ma dënimin Olsi me mure. Po, si e s'ka folë, por më zbobe. Po e mamër e ma, vlla, me nëjë dënim thjeshe për pompa. Hajde losim, 2 sekond. Do ta bëjmë ka dënimi do bësh ti kosa. Si kam mundsi 5000 veta live, më profe, kam 4 orë live, i kam kokuci. 500 veta po ti kesh ke shumë. Ca? 500 veta ke shumë. Po për kokë 500 denaros, veta kam 5 orë live. Dhe sa kam ty njerëz ke? rekorde sot. 2000 kam tanirë. 2000, 4300 profesori. Po. Dhe o marrë me Klevisin, imagjino të arris betin. Klevis, a të flas për GoFundin? Fondin e Klevisit. Ja, s'na takone. Në qekë të karin se do vijon. Po Klevis, më mas kësho, po. A të Po flas? shkove plak.
Do është blok. S'le profja, bur, nuk le as ky Fabio Lala në botë me fol për atë gofondin. Jo, të kam vlla, ja. S'na takon ajo pjesë. Po shumë prekës është, bur, ha? S'na takon ajo pjesë. Është shumë prekës si gofond. Ajo, kosi skepse shtyhesh aq më tepër, e kupton? Ça profesori je ti. Si ja vlen apo? Po nuk ja vlen, ja vlen, por derisa del në publik ja vlen, vlla. Se ti po del po flet në publik. Unë flas në publik, valla. Ore jo ti, po flas për ti, po flas për djalin. Ore ti bil fol për shokët e tu, valla. Po për djali. Valla, i ko kapu me shokët e tu ti. Djali ti ka ardhur foto e sigurt nga Marina Bay me japone duke lozur kompjutra. Çfarë do t'ju them? E kisha japonez dhe asnjë shtëpia. Jo, ke me japone, vlla. Me japone dhe në shtëpia asnjë. Ore me japone. E kisha shokun si folën mas dita, e kisha me vërtet je këtë. Ku? Ore kozak, çfarë dënimi të bën për 330 euro? Jo, bablok, unë të marrë lekët, nuk llogarisun që kujt i kam bërç. Klevisit nuk jap asnjë gjë. Unë nga ty nuk du me të marrë 330 euro, po du me të marrë 100 euro, unë 100 euro olsi. Jo, unë do ta bëj me ty dënimin. O vlla, ti e ke me mu, Fabio ka me Olsin. Okej. Çfarë dënimi do bësh ti 100 euro? Sa do? Ne do bëjmë pompa, vllai, ne s'para bëjmë dënime, po pompa. Do të pompa ti, mirë po ky bën valla Averi, po ti s'bën dot pompa valla. O vlla, unë do bëj pompa drun mall, vlla. Tu pi viza, tu bë pompa, ke pa në i Jo, pompa, jo. Po qa? E ndonjë tjetër. E po tani t'na di gjeneroshe profesor, ne s'pranojmë mos ja gjiro. Do të vjetë Klevis Çela më fal. O Klevis Çela mos komento këtu fare vlla, nuk të njeh fare, nuk ma kari fare kush je. Fare. Tap djali. Avin. Një sekond se do fut çik drejtare Klevisin dhe erdha. Një sekond. Është duke ardhur tuaj. Sa i zgjuar re. O Klevitar, hajt. Po nuk bën dënime ajo, valla. Çfarë thoni ju? Nuk bën dënime ajo shok. Nuk bën dënime ajo, o çuna. Ku është Çela, ku është? Çela. Pse s'vjen kërkesa, valla? O Çela, pse nuk vjen kërkesa? Rodajko Construction. Po qështë të na merte Kozaku audiencën? Seriozisht e keni ju apo jo? Do na merte Kozaku audiencën. E kuptoni jo? E kuptoni apo se kuptoni re? Do vi zoti Çela se më shkuajti lart në privat, erdha thot, 1 minutë. 1 minutë se do vi zoti Çela. Do vi këtu ndritare, jo ande, do vi këtu ndritare. Zoti Çela, ku vajte re zoti Çela? Çu be ky? Qa ka djali thot? Çu be zoti Çela valla? Dalë të komentoj, o vlla, një sekundore, dalë të komentoj që ta gjej që ti qoj kërkesën, ore. Një sekundore, quna, ore, jini mirë apo e di që i kam mbyllë dritarët, apo një sekundore. Një sekundë, vlla, një sekundë. Hello, ashtu, ta qoj vetëm zoti Çela, ore. Vetëm zot... Ore, quna, po mos e qoni, do ta qoj Çela vetëm, ore. Ore, jini mirë apo jo, ore? Vetëm zoti Çela, ore. Ore, ju nuk jeni mirë, ore, seriozisht e keni, ore, quna. Ore, jini mirë, vetëm Çela, o shok. Ka da nuk është live, o nuk është në live, ore. Ta qojnë të përshëndes njërën, jo, faleminderit. Zoti Çela, të lutem, hajde pak të live-i. La strategjia, thot. Beni qik follow quna dhe gocat gjithë si qini. Jini 3500 veta, ju lujtë zotit gjithve. Na bëni qik follow, sepse sinqerisht në muajin maj do bëjmë TikTok. Kështu që na qoni pak follow në gjithë. Jemi për TikTok në muajin maj, kështu që ju bëj thirrje dhe ju që bëni TikTok, mos na dilni para, duke na përmendur emrin se nuk toleroj njeri. Ka ardhur momenti që profesori t'u japi përgjigje të gjithve nga i pari tek i fundit. Dhe do u jap përgjigje 1 për 1. Audienca rritet
me shumë mënyra. Ju keni përdorur emrin tim, unë tani do bëj kundra përgjigje, kështu që na lini rehat. Tani, Zoti Qela, ku na vajti? Zoti Qela, ku na vajti Zoti Qela? Zoti Qela, ku vajti më ky Zoti Qela? Mor Zoti Qela. Ore, Fabio Lara, është vetëm? Thoj Fabio s'hapi kërkesat, o vlla. Thoj Fabio s'hapi kërkesat. Ose ti hap unë base i nis Fabio. Okej. Është me Olsin? Jo, është me... Po jore se nuk duam që të ashtu. Janë 3 ka dal vetëm më nisi kërkesën ova. I hapi. Ase na futen një goca ato, ne s'futën më me goca unë, ma kanë nek licencën. Po s'ka lidhje vëlla me qa futen me goca po me kështu, po tani nuk mund të bëjmë kështu ne edhe pastaja e kupton. Po kush e pru Kozaku se mora vesh nuk? Se mu mira si ja pranova. Olsi. Olsi, se unë si ja pranova rëp shpje, mira 5-6 hera, pa si e tha në live. Një sekund, nuk kam gjeu me Kozaku, po nuk mund të Kozaku në live-in ton të shprehet për Klevisin. Të shprehet të live-i vetaj, a i ka u din. Ore, s'kemi gjamë me Kozaku në rjesë, s'kemi pse t'kemi na, po na pritshim Klevisin. Na pritshim Klevisin. Pore. Ato e. Unë se mora vesh pse doli Klevisin. Po se di pra se u mërzit ku t'jon hiku pa morë vesh. Hajtë se po vjen. Ato e. Po duhet futet e vlla, ku di që janë se që do bëj. A u fut në dritare këte as u fut? Po jarë, bore, pa da kodën për t'i marrë audiencën Kozakut mbrapsht. Okej. Po ja, mërë shok, ja. E pa da kodën për t'i marrë audiencën Kozakut. Erdi Kozakut na merr të audiencën. Po, pra të punë erdi aji. Pra të punë erdi. Po pra të punë erdi? Po që una, pa thëni një Klevisit, pa thirni. Pra të punë erdi, o shok. A veri e solli se ka shok. Ishte ndakor që të merrte çika audiencë Kozaku. Edhe tash që t'i bëjmë ne? Po tani Averi do të thotë, hajtë se po zëhet Fabio. Jo, unë i kërkova falje, madje Averi do të na pyeste ne. Po vjen Kozaku, ta pranoj? E kupton? Po s'na pyeti Averi, i veç e hapi. Vetëm e pranoj. Edhe tha, ja, kështu pranohet. Më shite kesh me Kozakun, se unë s'ja pranova, se mi bide non stop, unë s'ja pranosha. Mua më shkruajtin privat, më tha të futem qik me juda se më karen audienca, ata miqë këni një live. E kuptonë? Po ja pranova se e disha, e kisha, e pashe, ndjeva që kishte siklet. Po blokoj së kërkesa, të edhe s'kap më askush. Po s'di me i bloku, shumë i bloku. Ja të tregoj, unë shko posh këtë di rethat. Po i ka shok se s'ti hap do të më pëse. Po jo mësa shumë e thjesht. Qa bete. Pritë se po vjen aji Klevis Qela. Ure, nëzori TikToku atëm duke tërë. Mos ju blokua TikToku, falë. Jo, se bëva kia ka bloku se më... Nëzori, gjoj sekund, më shkuajtin private kanë zirë TikToku. Edhe më base se më tha mund do të vrasë me Kalashnikov. Më nëzori TikToku, tha. Doli vetët. Kishte tabel. Ure, Keli, ke fustan, dhe vishesh me fustan, do të futesh. Po ke fustan, futu. Ke fustan. Një sekund, a ka fustan Keli. Dale. Po ku ta gjetët. Të pjesën lartë, edhe do ta vesh shu si tip fundi, e kupton? E do kërcesh. Edhe i kanë atjera. E bën dot. Po bluza tjetë e kuqe ose roz. Holci, asu mërzit ajo Silvi pse i ka unë, se nuk hi me femra. Po e bën dot. Hajde. Okej.
Po të bëndot, hajde. Okej, thot. Do vi Kelly, do vishet me fustan. Po Silvi është gangster për se s'është femër. O vlla, nuk e njoh, a kupton? Unë e respektoj sa e kam pa live, s'kam lidhje me ta për zotin. Për mua respekt. Gangster për s'ka lidhje Silvi.